Sipas nenit 44 të ligjit për Bankën e Shqipërisë, 6 anëtarëve që u mbaroi mandati duhet të ishin zëvendësuar më datë 18 dhjetor 2025, ndërsa kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Kuvendit Niko Peleshi nuk e zbatuan ligjin duke filluar procedurat e përzgjedhjes në muajin shkurt 2026. Më 20 shkurt ata paraqitën kandidaturat vetëm për 4 anëtarë të rinj të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, ndërsa 2 vende i kanë lënë vakante duke mos i propozuar kandidatura parlamentit. Sipas ligjit, kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Kuvendit Niko Peleshi duhet të propozonin nga 3 kandidatura, por propozuan nga 2 kandidatura, duke e lënë Këshillin me 7 anëtarë. Për kë po i mbajnë Rama e Peleshi 2 vendet vakante dhe pse nuk po i plotsojnë? Ish ministri i Financave Ridvan Bode dhe ish drejtoresha e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor Rural Suela Popa, bashkëshortja Evangel Tavos, ishin 2 anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës që plotsuan nga një mandat dhe sipas ligjit kishin të drejtën për të kërkuar mandatin e dytë. Në nëntor 2018 për mandatin e parë ata u propozuan nga kryeministri Edi Rama në emër të qeverisë, ndërsa për mandatin e dytë në muajin shkurt 2026 nuk i propozoi përsëri, por ka lënë hapur mundësinë për njërin prej tyre. Pra Edi Rama është ende në dilemë, nëse për mandatin e dytë në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë do të propozojë Ridvan Boden, njeriun e Sali Berishës apo Suela Popën, gruan Evangel Tavos. Formalisht kompetencën për vendin tjetër e ka kryetari i Kuvendit Niko Peleshi, por as ky nuk ka propozuar kandidatin tjetër, ndërsa në procedurën e parë futi si kandidate edhe Frosela Filon, gruan e kryebashkiakut të Korçës së Tiraq Filo, por ajo dha dorëheqjen ditën e dëgjesës në komisionin parlamentar. Pavarësisht se një nga vendet është kompetence e Niko Peleshit dhe do ta afirmon se propozoi ky, nuk ka dyshim se emrin do ta caktojë Edi Rama.